Sërish sot do të kemi një hapësirë jo vetëm frymëzuese, por dhe motivuese patjetër, por një hapësirë ku do të mësojmë shumë për një personazh shumë të njohur të TikTokut, por ai nuk është vetëm një personazh TikToku. Jeta e tij ka një sër ngjyrash, një sër dinamikash, të cilat sot do t'i zbulojmë bashkë këtu në heronj të padukshëm. Në fakt ai është një heroj i dukshëm sepse ju të gjithë e njihni dhe e ndiqni, jo vetëm në TikTok, por edhe në rrjete të tjera apo në punë të tjera të cilat do t'i përmendim e do t'i zbulojmë sot bashkë. Nuk do t'ishte i mundur ky program, kjo hapësirë pa sponsorët tanë, kompaninë Lajthiza me të gjitha produktet e saj fantastike, edhe vajin Mosai, një vaj i cilësisë premium, por edhe të gjithë sponsorat e tjerë të cilët mbështesin këtë program. Unë sot kam kënaqësinë të kem me mua në studio Kedi Prezën, një nga tiktokerat më të famshëm, po pse është i famshëm, si u bë i famshëm, çfarë bën tjetër Kedi në jetën e tij të përditshme, për gjitha këto do të flasim sot bashkë. Kedi, mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Mirë se gjetëm, është kënaqësi që erdhëm. Gëzohem shumë që takohemi sërish, ne jemi njohur edhe nga TikToku, por edhe jashtë studios. Vërtet kam komplimentuar atëherë kur jemi takuar për energjinë tënde dhe për të gjitha ato që ti beson, të cilat kam shumë dëshirë t'i ndajmë sot me të gjitha ata që na ndjekin. Ti je vetëm 27 vjeç. Që je për mua i ri, po je vërtet i ri. Më duken shumë. E di, e besoj. Edhe unë kur isha 27 kështu më duke, po të më thonin që sa e re, jo jam shumë. Rumbulla kose 30. Dhe më bë me paranoja. Pse ke paranojë nga 30? Pse? Nëse më duket si dje 15. Të kujtohesh shumë shpejt. Edhe mua ashtu më duket, sigurisht e dje kur isha 15 apo kur isha 20. Megjithatë, si po shkon TikToku jot? Mirë, shumë mirë, gjithmonë më mirë, gjithmonë më tepër mbështetje. Sa vite u bën tani? Diku te 2 vjet. 2 vite. Është një punë intensive për ata që na ndjekin dhe kanë dëshirë ta nisin. Si e nise ti dhe pse e nise? Ka nisur si shaka, do të thënë, me thënë të drejtën, ka nisur si shaka sepse unë isha Alfred Sako, le ta quajmë si personazh në çdo tavolinë ku ulesha. Dikush më ka thënë që e përshëndes. Dikush më ka thënë që pse nuk e bën në TikTok të gjë. Thjesht me që mendon se ka të drejtë gjatë gjithë kohës, pse nuk merr opinionin e shqiptarëve gjëra të tilla. E nisa në gjuhën anglisht e pastaj ktheva në shqip. Po, i pash para ca ditësh biles, po shikoja të gjitha videot e tua se do ishin bashkë në intervistë. Edhe mendova ta shoh një herë nga fillimi deri në fund si ka qenë udhëtimi jot. Video e parë në TikTok ishte në fakt në anglisht. Pse e nisën në anglisht pastaj në shqip? Po mendoja niveli i temave që do të trajtoj është i lartë. Kështu që është global, do ishte më mirë të kapja dhe audiencë, po dhe të arrije audiencë, të arrije më shumë njerëz. Po që është edhe konkurrenca shumë e lartë. Në gjuhën anglisht është konkurrenca shumë e lartë. Në shqip do thoja është e ulët. Kështu që më shtap rruga vet. Po kur të thonin je si Alfred Sako, për çfarë kishin fjalën? Për teoritë konspirative, për faktin që je antikonformist, antisistem, që kërkon të vërtetën më thellë, apo kishte edhe arsye tjera? Kjo është arsye kryesore. Mu ma thon si sharje, domethënë shumica e njerëzve, po unë e marr si kompliment. Patjetër. Është kompliment ti je jashtë rreshtit në këto kohë të sotme. Dhe ti e nise, siç po thoya, i pash të gjitha videot e tua, të gjitha ndoshta jo, po të gjitha rresht pas rreshti, nga një. Në videot e tua të para në TikTok flisje për që janë këto vrasje, që janë këto sulme, që është kjo dhunë. Ky ka qenë shqetësimi jo. 2 vjet më përpara, 25 vjeç, edhe mua më lindi vërtet pyetje, thash, shiko ç'a djali. 25 vjeç ka këto shqetësime për ambientin ku jeton. Dhe kjo është diçka e rrallë, për mua. Është, me shoqërinë që kam, domethënë, me të thënë unë kam qenë që 15 kështu, që në momentin që kemi fut internet për herë të parë. Vjen një kam përshtypjen se unë trajtoj pyetje që i kanë gjithë njerëzit në një farë mënyre ose deri me farmase, nëse nuk i kanë tani kanë pas kur ishin fëmijë. Pyetjet më bazike, fillon me a ka zot, me si funksionon bota, kush e drejton, dhe pastaj futesh në detaje. Unë mase deri në budalliqe, bie fjala. Këto për këtë jam krenar më shumë nga të gjitha, domethënë që shumicës njerëzve i ndalojnë pyetjet. Mu nuk më ndalonin kurrë, mu nuk më zë gjumi dhe sot e kësaj dite në orën 3 natës nëse nuk gjej përgjigjen. Je gjithmonë duke kërkuar një shpjegim apo duke kërkuar të vërtetën? Të vërtetën, diçka të re, diçka që nuk e kam në mendje. Po si ndodh kjo tek një djalë 15 vjeçar, te një djalë 25 vjeçar? Nis me teori konspirative.
Do të thonë nis me bie fjala shembulli. Ajo 11 shtatori, bie fjala me të marrë një shembull. Gjithë mediat kryesore trajtojnë si sulm terrorist, domethënë ka ca burime të tjera që thonë diçka komplet tjetër, që ishte sulmi i brendshëm, bla bla. Kjo më ka tërheq gjithmonë. Mase jetojmë dhe në Shqipëri, domethënë ky efekti ose efekti cak është më tepër në vende të varfra, në vende ku njerëzit vujnë dhe kanë mendime se si mund të dalë, se si mund të bëj diçka ndryshe, se nuk mund të vazhdohet me rrymën, sepse rryma vun, është vendi vet i varfër. Ti mendon që nga vendet e varfra, nga vendet e botës tretë, po themi, ka më shumë njerëz të tillë që kërkojnë dalje nga kontrolli i sistemit. Absolutisht po. Kam taku me dënë rast për shumë Gjerman. Kam 2 njerëz që i njoh që jetojnë në Gjermani, kam taku persone që janë të martuar me ta për shumë që janë Gjerman dhe kam bërë muhabet me ta dhe ata për shumë i kanë bind që mos të jenë krenar që janë Gjerman. Megjithëse është diçka për të qenë krenar, siç është për shqiptar, histori, domethënë pushtet, risi, gjëna teknologji, vetë kultura e njerëzve. I kanë bind që është gabim të jesh krenar. Po pse është gabim të jesh krenar? Si kanë bind? Nga historia, nga ajo që ka ndodhur në luftën e dytë botërore për shkakun. I kanë bind është po. Mjafton me fjalë që t'i japim një punë të mirë, një shef që nuk i bërtet, një rrog që është mjaftueshëm, rroto dhe pa pritur njeriu shef vetëm përpara. Në Shqipëri është anasjellta, në Shqipëri bën një punë normale dhe vun ndërkohë që e bën. Kështu që duhet punoj mendja ndryshe. Interesante këndvështrimi jo. Ti po thua, nëse mundem ta perifrazoj, që vendet e varfra prodhojnë më shumë njerëz të lirë në mendje, ndërsa kushtet e mira të jetesës prodhojnë më shumë sklever mendor. Kjo është ajo që pak a shumë. Më shumë tulla në mur. Po. Interesante është, ndoshta është e vërtet, po nuk e di. Ti e ke parë që është e tillë, ke ti shok që janë më të lirë në mendje se sa mund të kesh shok anglez për shkak, po them kot. Mund të flisja për mentalitetin e përgjithshëm shqiptar, nuk e ka njëri mendjen thjesht për të bërë një punë gjithë jetën. Gjithë po kërkojnë mënyra me dal nga sistemi. Domethënë të bën vetë sistemi të mendosh më ndryshe, jesh kutis për të gjetë një zgjidhje tjetër. Interesante, po në fakt në Shqipëri ka shumë sipërmarrje. Çfarë është interesante te Kedi? Ti në TikTok emrin e ke Kade. E ke Kedi apo Kade? Kedi. Po se ke shkruar Kade. Sepse ishte e zënë. Se kam ndryshuar çfarë. Ishte i zënë emri në account. Kedi është shumë interesant sepse ai ka studiuar menaxhim biznesi, ka bërë punë nga më të ndryshme si të gjithë të rinjt, që janë punë të thjeshta, po i quajmë, ose punë studentore, pra që nga punët e zakonshme në kamarier, ke punuar në call center, ke punuar recepcion. Ke patur gjithmonë këtë dëshirë se sot është pak e vështirë të gjesh djem të rinj në kushtet e sotme, po flas ku të gjithë duan të bëjmë para sa më shpejt, është një nga plagët e shoqërisë shqiptare, por njëkohësisht paralelisht ekzistojnë dhe këta djem që mbarojnë shkollën ose që se mbarojnë fare se s'ka rëndësi kjo, po që përpiqen ta ndërtojnë jetën si ti, mbi krahët e tyre, mbi punë të pastra, le ta quajmë kështu. Je ndjer krenar për veten? Po, duhet ta pranoj, nuk besoj se është mburrje, nëse pranoj po. Jo, nuk është. Nga mbështetja, nga niveli i njerëzve që niveli i lartë, domethënë ose sasia e lartë e njerëzve që bien dakord, ose më shkruajnë thjesht po, bën sens, kam kohë që e mendoj këtë gjë. Duket vetja si një zë i popullit. Let atë që me mendon kush do, por nuk e thot kush në televizor. Është shumë e rëndësishme që ne her pas here të gjejmë diku ku të pasqyrojmë veten që s'jam vetëm unë që e shoh kështu, s'jam vetëm unë që e mendoj kështu. Ti e bër ky zë tani në TikTok. Ke shumë followers, ke shumë klikime, janë miliona shikime në TikTokun tënd. Por ndërkohë paralelisht, përpara se TikToku të ekzistonte dhe përpara se Kedi ishte i njohur si TikToker që i jep përgjigje pyetjeve që duhet të jenë, pyetjeve që duhet i ketë çdo njeri në mend, por që s'marrin përgjigje. Ai jo vetëm ka punuar, por ka qenë gjithmonë një njeri që ka aspiruar të merret me biznes. Ka hapur disa biznese të vogla, që nga shitja e rrobave, sot merret me një biznes shumë interesant. Po të shihni në qafën e tij, ndodhet një gur. Unë e pyeta direkt, po ky guri për çfarë është? Është tha për ankthin, të largon ankthin, dhe duke qenë se ne vuajmë të gjithë. Disi ja tregoj pak, okay? Vuajmë disi nga ankthi të gjithë. Normalisht unë kam me një herë dyshimin, ore të bën e heqja ankthin, të bën gjë, kjo ishte pyetja që bën para se të nisnim intervistën. Si është kjo historia e gurave? Kam parë shumë biznese të tilla online, ka cilësi të ndryshme,
të gjithë pretendojnë që kanë originalet dhe të gjithë thonë ky bën këtë, ky bën atë. Mund ma shpjegosh pak lutem? Shumica e njerëzve nuk e besojnë këtë sepse e quajnë si besim fetar. Ose paganizëm, dhe bëjnë larg, do ma quajnë magji ose të mallkuara. Nuk është fare magji, është thjesht ka shpjegim shkencor, domethënë. Për punën e originalitetit nuk ka vështirësi me gjetë origjinale, domethënë duhet të jetë shumë njeri i keq, dikush që ju jep të paktën këtë lloj produkti jo origjinale, sepse nuk është diçka shumë e rrallë. Është bie fjala, ky lloj guri është diçka që nëse dikush syri i tigrit. Syri i tigrit. Prandaj ka të ngjyrën ashtu. Po. Nëse ka gjetë dikush bie fjala në Indi, me ndonjë rast ka gjetë një shkëmb të tërë që mund të bëhen miliona nga ato. Ka gjetë një copë. Kështu që nuk ka arsye për të qenë jo origjinale, nuk janë të rralla, domethënë është gur, nuk është flori. Thjesht mjafton të bësh çik kërkim për të gjetë për diçka që ka të vërteta, jo plastike. Ndërsa kjo nuk është magji, është thjesht shkencë më vete që nuk i tregohet njerëzve. Bie fjala, ti të pyes diçka. Ke një aftësi për shembull me dikë, sidomos nëse e ke familjar ose dikë të njohur për ta pa a është i mërzitur apo jo. Për të lexuar, empati, për të lexuar emocionet. Këtë nuk ka shumë shpjegime shkencore se si mund ta bëjmë këtë gjë. Unë do e shpjegoja me mënyrat e vjetra, që pa vërtetim, që ne kemi të gjithë një lloj aure nga ku shpërndahen emocionet jashtë trupit, neuroneve, jashtë kablave, në mënyrë wireless. Ti, nëse unë jam i mërzitur, bie fjala ose në ankth, ti mund ta dallosh këtë gjë sepse ndjen 1% të këtij ankthi, më thotë shpate, megjithëse nuk të thash gjë. Pra këto shpërndahen jashtë trupit. Si val. Valët, domethënë emocionet të ndryshme kanë valë të ndryshme. Kaq frekuencë ankthi, kaq frekuencë lumturie, bie fjala. Njerëzit shumë kohë më parë kanë zbuluar edhe diçka që bie fjala, ke parasysh këto sopranot që bëjnë atë notën e lartë? Thyet gota e qelçit. Ajo ndodh sepse sopranoja po godet me zërin e saj me të njëjtën frekuencë që është gota e qelçit. Interesante. Nëse ka frekuenca të ndryshme, kalojnë përtej. Nëse ka të njëjtën, përplasen dhe thyet, prandaj thyet. Kjo është e njëjta gjë, shumë kohë më parë gjetën bën hartën e llogarive, kaq frekuencë, kaq emocion, domethënë kaq frekuencë ku emocion, dhe pastaj gjetën për shembull këtë, gjetën që ky lloj guri ka të njëjtën frekuencë si ankthi. Edhe ky duke u përplasur e shëron ankthi. Domethënë, anktin që lëshon trupi im këtë moment është duke e thithur. E ke dhe të dora. E kam dhe të dora. Kjo unë e kam kujtim, është i thyer, sepse më shthy nga ankthi. Çfarë thua? Ndërkohë që bëja vrap, domethënë kisha një ditë shumë të keqe, po bëja një vrap të shpejt edhe që e bëj gjithmonë, edhe thjesht më bëri pau. Në qafë, ke mbajtur ti në trup se e përcolli pastaj te guri. Është si një bateri, domethënë, që mbushet me ankth. Po tjetër për çfarë ka? Gur për, për ankthin, po tjetër? Ka për gjithçka, ka për të manifestuar fat, ka për të qenë më i çlirët, mos të kesh, domethënë, ankth social, specifike për të folur me njerëzit. Janë shumë specifike, domethënë. A kushtojnë shumë? Jo. Për shembull, sa kushton ky guri? Nëse vin në dyqanim. Unë do e jepja 17. 17.000 lekë vjetra. Vjetra, sigurisht. Po mirë, nuk është shumë, sa të pish ilaçe nëse ky bën efekt aq më mirë akoma. Po duhet të kesh besim tani seriozisht. Duhet të jetë edhe elementi i besimit në momentin që mban këto gur që ai të bëj efekt, për shembull, kjo që the të manifestosh fat të mirë. Po. Patjetër. Nuk besoj që një njeri që vë një gur të tillë për fatin e mirë dhe është pesimist dhe shef kudo errësirë, po e quaj unë, ai do e manifestoj apo jo. Vetëm makinat e kuqe, vetëm anën e keqe. Është totalisht e vërtet. Domethënë nuk duhet të jesh skeptik. Qëllimi është ta vendosësh në qafë dhe pastaj të mos mendosh më për të. E bën efektin automatikisht. Po nuk thot një lloj shkenca, po themi, edhe e psikologjisë, edhe e gjithë anës psiqike të njerëzit, që në fakt është thjesht jeti që po e bën, nuk po e bën guri nga për shkak të besimit tënd. Po. E bën. Fuqia e trurit mund ta bëjë këtë gjë dhe gjithçka mund të injorojë smundje fizike, mendore dhe pastaj thjesht ndalojnë se ekzistuar nga që i injoroj truri. Është thjesht ndihmuese, nuk bën magji, domethënë nuk është fe, është thjesht ndihmuese për të ndihmuar trurin për të bëjë këtë që sapo. Hapi këtë biznes. Gjeta veten kur e kam zbuluar për herë të parë, një vit më parë le të themi, se çfarë bëjnë. Se edhe unë skeptik isha, e quaja fe ose bestytni. Domethënë, si horoskopin shumë kohë më parë. Thjesht duhet ta mendosh më thellë. Dhe aty gjeta veten, domethënë, sepse nuk po pëlqen
t'ja hedh njerëzve. Nuk më pëlqen të shes diçka që do i bën të keq, bie fjala sidomos fëmijëve. Kjo nuk më duket se i bën keq, i bën shumë mirë. Edhe si hape ato biznes, por ata që duan të bëjnë një gjë të tillë ose një biznes tjetër që të mos kopjojnë tjetër një gjë. Si nisi, sa e vështirë është, të duheshin shumë para, ç'a bëre, si e bëre, bleve pak materiale, e provove, bleve më shumë më vonë. Ja mundu t'i bëj origjinale, që mos të gjenden njësoj si që kam, domethënë pjesën elitare t'ja bëj vetë, mundon t'i bëj origjinale. I bën vetë të gjitha, edhe këtë qepjen kështu si gërsheta. Bravo. Edhe do ju sugjeroj gjithëve, domethënë sidomos të rive që është komplet iluzion mendjen tuaj, ajo pjesa që keni me rako, boboa do me ecë, nuk do me ecë. Unë kam pas një biznes me rroba që nuk më ka ecur, edhe ja ku jam, domethënë kalon gjithçka e keqe. Gjithçka e keqe injorohet e harrohet, çdo e mirë manifestohet dhe njëtë realizohet. Stay tuned për këtë. Kjo është komplet iluzion, domethënë ju sugjeroj që nëse keni diçka në mendje, duhet ta bëni sot dhe as nesër, jo, mundësisht. Po ai që s'ka mundësi, që thotë s'ka mundësi se jam në kushte shumë vështira ekonomike për shembull, është edhe në kushte të rënduara psikologjike për shkak të rrethanave. Si del nga kjo situatë? Të gjithë kemi kaluar të fazë, përfshi dhe unë, domethënë nuk mund të gënjejmë, të gjithë kemi kaluar, duhet thjesht të injorohet. Duhet injoru vetja për momente. Nëse keni plan me dal nga linja e varfërisë, domethënë dhe ky është qëllimi dhe ky është arsye pse nuk po hapni dot biznesin, ju sugjeroj të runi, domethënë të ta nisni. Është gjithmonë ide e mirë. Dhe mirë do ishte t'i bënim ne në vend që t'i bëjnë indianët që do vinë. Të paktën të punojnë te ne, mos hapin biznese këtu. Ti marrim ne të punësuar. Të paktën. Beson që do vinë dhe do hapin biznese këtu? Për të hapur biznese nuk e di, nuk besoj. Okay. Po merakun e kam dikujt tjetër, mos hap biznes. Ku e ke merakun? Se duke qenë se ti në TikTok, në të gjitha videot e tua ti je duke analizuar shqetësimet që ti vëren nga aktualiteti. Kush është meraku jot në këtë moment? Izraelitët mund ta bëjnë këtë gjë që po thoja. Për të hapur bizneset. Për të hapur bizneset. Mirë, se janë të fuqishëm ekonomikisht. Për të zvendësuar shqiptarët, domethënë për ta bërë diçka monopol, për të zhduk dikaj që ka biznes të vogël, për ta përzën, shkoj dhe në Gjermani. A ke besim ti tek bota që po vjen, ti je goxha i informuar mbi gjithë ngjarjet globale, e kam fjalën për lajmet, pra jo vetëm lajmet e mainstreamit, e mediave mainstream, po edhe lajmet që vinë nga kanale të tjera alternative, ato që ti siç edhe ti vet një kanal alternativ i informimit deri në analizë. Aty ku po shkojmë, se më kuriozon shumë dhe kam shumë dëshirë ta di, edhe nga sytë e një 27 vjeçari, një djali Tiranës, por edhe nga këndvështrimi një të riu të angazhuar. Si ndihesh ti me ato që po vjen, me ato që sheh? Besim jo shumë, do të thoja, duket sikur vetëm më keq po shkon me planet që i bëhen kundër nesh, ne thjesht i zbatojmë. Shpresë po. Ke shpresë? Shpresë po. Po ku e mbështet shpresën? Shpresën e mbështes të një shprehje shumë e vjetër që kohrat e vështira bëjnë burrat fort, burrat e fort bëjnë kohrat thjeshta. Kjo është pjesa e vështirë dhe vjen një moment që çdo e keqe na sjell gjëra të mira që vinë më vonë. Domethënë, duhet thjesht keni durim se do vijë mirë më vonë. Sado keq që të shkojë kjo situatë, gjithmonë kanë për çmimet e larta. Do vi një moment që thjesht do ngrihen dhe do i binë qeverisë, sepse janë çmimet shumë të larta dhe nuk ka kush të më tepër. 3500 lekë domatet. Ajo kam shpresë. Ti ke shpresë. Të rebelimi, te fakti që do vi pika e ngopjes, ka një pikë ngopje në kimi dhe pastaj aty ndryshon krejtësisht reaksioni kimik. Kate, ti përveç këtij angazhimi, pra si një TikToker, sa kohë të merr një herë TikTokun ditë? Jo shumë. Më shumë më merr kohë me formulu, domethënë me gjet informacione. Le të themi që e kam në mendje atë që duhet të thënë, por duhet të sigurohem që mos ta them gabim, duhet të bësh kërkime të veçanta. Bën research për ta konfirmuar lajmin, të dhënat. Po sa kohë të merr? Le të themi 2 orë në ditë. 2 orë në ditë ja dedikon kërkimeve. Pastaj për të përgatitur videot? Jo shumë, domethënë përgatitja, hedhja 1 orë më tepër total. Sa video në ditë publikon? 1 ose 2. 1 ose 2, edhe është mjaftueshme që të jenë virale dhe që të shpërndahen. Okay. Mund të jetë shumë, i kam sulmuar shumë të rregull. Shihni fytyrën. Po ndërkohë, pra, përveç
biznesit të ti me, si quhen gurët? Gur spiritual. Gur spiritual. Përveç biznesit me këtë fushë pra të spiritualizmit, përveç TikTokut me të gjitha informacionet që tashmë të ke një platformë informative alternative, ti do të jesh së shpejti edhe një zë në radio, ku do të jesh me një emision tëndin. Për çfarë mund ta zbulojmë, për çfarë bëhet fjalë? Thjesht nuk mund të zbuloj kur nis. Atë është një media e re që po hapet nga Romeo Veshaj te X Media. Dhe kam një sektor timin që do jetë emision quhet Mendoj një herë. Dhe me teori konspirative, me ka shumë se si kam TikTokun, po. Po, do ta zgjerosh, do të jetë i gjatë? Diku te 1 orë besoj. Kush është tema që të ngacmon më shumë që do patjetër ta thuash aty, ta bësh një emision ta dedikosh? Kam përshtypje se do trajtojmë mirë do ishte këtë dosjen Epstein që do rikot e fundit. Bo ta ndaloj së foluri shumë shpejt, se bëhet popullore lufta. Edhe harrojmë për po e bëjmë luftën për njerëzit që dolën pika. Po. Është një ritual në vete, domethënë, pa çka se mund të duket të çmendur, kështu si pa shpjegoj, është një ritual në vete. Vetë djalli në të gjithë librat fetar nuk mund të ta japë një moll të helmuar me hëngër, nëse nuk të thotë që është e helmuar në fillim. Për sa kohë ta jep dhe ti e ha, ai të thotë unë ta thash që është e helmuar, e ke fajin vet. Pse e bën këtë djalli? Nuk ka karma për djallin, fajin e ke vet, ta thash që është e helmuar. Okay, interesante. Djalli në formë njerëzore të zbulon dosjet Epstein, të thotë vetë presidenti jot është PDF, tash do të shkojmë në luftë për të? Po, budallëjt jemi ne. Domethënë, është ne hëngrëm moll në helmuar, është ritual në vete. Edhe kjo, publikimi është ritual në vete, pra. Vetë publikimi. Edhe fakti që i kushtuam vëmendje, që i lexuam, që u fokusuam, që e çuam energjinë tonë aty, pra, nëse do hyjmë te kjo ana shpirtërore. Edhe kjo është vjeli energjie për ty. Vjeli energjie. Totalisht. Interesante. Unë uroj që, dhe jam e sigurt që do shkojë shumë mirë emisioni, edhe të uroj shumë suksese, por ndërkohë nëpërmjet kësaj hapësire këtu në Kult, përfitoj nga rasti që t'i ftoj të gjithë ata që na kanë ndjekur ne, që të mbajnë ty aty në bashkim në TikTok, që ta ndjekin këtë emision edhe të informohen akoma më shumë. Ishte shumë kënaqësi që ishe me mua. Kënaqësi gjithashtu. Ju uroj sukses edhe unë juve. Faleminderit. Ne do ndajemi këtu në këtë hapësirë, do të ndjekim një tjetër intervistë më njëherë pas bisedës me Ketin, po prap shumë interesante, po prap me një djalë të ri, i cili edhe ai ka arritur që të arrijë suksesin e ëndrave të tij.